Jam sot këtu bashkë me kolegët e mi nga Partia Demokratike e Kosovës, por edhe me qytetarët nga mbarë vendi, nga mbarë trojet shqiptare, për të shpreh respektin tonë të fundit para përcjelljes në botën e amshueshme të Haxhi Thaqit, babait të presidentit Hashim Thaçi. Si që thash edhe dje, vërtet është një humbje e cila bëhet edhe më e rëndë, sidomos për shkak të mungesës së presidentit Thaçi, që nuk u lejua që të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Së paku në fund të jetës së Baçës Haxhia i pati mundësinë që ta shohë edhe një herë, por besoj që është krejtësisht e padrejtë dhe e papranueshme dhe e pa arsyeshme mungesa e presidentit Thaçi sot në varrimin e babait të tij. Faleminderit.